4 persona kanë përfunduar në nënhetim nga policia e Shkodrës pasi akuzohen që nga krimet ekonomiko-financiare tek aksidentet rrugore. Specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare nisën procedimin për një 35 vjeçar banues në Shkodër me inicialet AM për veprat penale, ushtrimi i aktivitetit tregtar të paligjshëm, moslëshim kuponi tatimor, fshehje të ardhurave dhe punësim i paligjshëm. Pasi nga verifikimet e kryera në subjektin e tij tregtar, rezultoi se ushtronte aktivitet në kundërshtim me ligjin dhe kishte 2 punonjës të pasiguruar. Gjithashtu u procedua një 32 vjeçar me inicialet GV banues në Bardhaj për tregtim dhe transportim të madrave kontraband me madra që paguhet akcizë, si dhe me madra të tjera, pasi gjatë kontrollit të ushtruar në marketin e tij janë konstatuar madra të ndryshme të dyshuara të kontrabanduara. Ndërkohë specialistët për hetimin e qarkullimit rrugor proceduan në gjendje të lirë një 27 vjeçare banuese në Hot, pasi në fshatin Hot duke drejtuar automjetin ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një tjetër automjet me drejtuese një 44 vjeçare. Nga aksidenti është dëmtuar vetë 27 vjeçaria dhe pasagerin e automjetin e saj, i cili ndodhet në spitalin e traumës nën kujdesin e mjekëve. Specialistët për hetimin e krimeve referuan materialet ku nisi procedimin e gjendje të lirë për një 33 vjeçar me inicialet AH banues në Ragam, pasi dyshohet se ka përndjekur një shtetase. Për këtë rast materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.